Zotë intervjisën me tëftuarin e saj, kërkoj falje nëse te u të kemi lën pak sa të presësh. Po pak po valla, Brikena. Ke ko plot minuta që ta realizosh të intervjisën tënde. Po pa tjetër. E atëherë pra, mirë mëngjesi për ty Brikena, mirë mëngjesi po ashtu edhe për shikuesit të cilët janë duke na përcjellur. Ne jemi këtu në Kino Armata, ku do të flasim për një program të pasur për të veçlit, ku tashmë ka filluar Kino Armata tu ofroj filma fëmijëve dhe po ashtu edhe familjeve. Jemi me Vita Kasapollin, e cila do të na njofton mëgjërësisht sa i përket këtyre filmave të cilët kanë filluar të shfaqen me një program. Mirëmëngjesi Vita. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirë si u gjetëm. E atëherë do të thotë sot do të shfaqet filmi i dytë i radhës prej orës 12. Cili është ai film? Filmi i kësaj jave, do më thonë, siç edhe përmendet i dyti me radhë, është filmi Calamity Jane, fëmijëria e Martha Jane, e cila ka qenë një figurë historike me shumë rëndësi për sa i përket vendosjes së kolonjeve në Amerikën Perëndimore. Ngjarja zhvillohet në vitin 1836 edhe është animacion i metrazhit të gjatë, prodhim franco-danes. Ky film po shfaqet në bashkëpunim me Institutin Francez dhe Ambasadën Franceze në Kosovë, cilët e kanë mundësu që me i pas drejtat e filmit. Është animacion shumë i lezetshëm edhe ngjarja është për sa i përket një vajze e cila ka qenë shumë rebele në atë kohë. Martha Jane ka qenë një rebele, një aventuriste, e cila në ato vite ka refuzuar me vesh fustane, ka dashur me vesh pantallona, edhe i ka ndihmuar familjes saj që më u shpëndos në Amerikën Perëndimore. Mesazhi i këtij filmi është gjithashtu që me tregu se çka mund të arrijmë nëse i ndjekim ëndrat tona, që gjithashtu përshtatet me gjithë vizionin e programit artistik dhe programit fëmijëve, të cilin jemi përpjek me kuru në aso forme që gjitha filmat me pasni përmbajtje të domethënëse edhe të rëndësishme për audiencët e reja. Sa janë të rëndësishëm këta filma, do të thotë ky program, që këta filma pra po shfaqen nga Kino Armata për të veçlit? Po, nevoja për me pas program për fëmijë është vrejt edhe prej neve, po në anën tjetër ka ardhur edhe prej publikut. Sidomos kohëve të fundit kemi pas vazhdimisht kërkesa prej prindve edhe prej edukatorëve që me pas program në fëmijë në Kino Armata. Programi ashtu kështu vetë se ka qenë i ngjeshëm, por ne kemi pas të arsyeshme që vikendin m'ia dediku familjeve, të e pas parasysh që është ditë pushime, fëmijët kanë nevojë me kalu kohë me prindërit e tyre. Edhe Kino Armata është në qendër të qytetit edhe është një hapësirë e qasshme që familjet marrë pash me fëmijët, me qenë pjesë e kësaj përvoje, për të njëjtën kohë me shkputë pe ekraneve të vogla edhe më konë pjesën e përvoje pak më të madhe, pak më gjatë dhe pak më kuptim plot. Një ditë më ndryshe krahasuar do të thotë me ditët të tjera që shkojnë në shkollë dhe kanë angazhime po ashtu me mësime, me detyra edhe një relaksim në përgjithësi për ta. Definitivisht, për këtë arsye edhe kemi pa të rëndësishme që me u shkput prej obligimeve të përditshme, me ardhë, me qenë pjesë e kinemas, me kuptu se sa e rëndësishme është kinemaja, të paktën me u frekuentu një herë në javë, sidomos për faktin se programi është të jetë i veçantë, e kemi kuru me shumë kujdes, edhe ka përmbajtje të filmave që jo domosdoshmërisht janë të lehta mu qas në format e tjera, për shkak se janë animacione që prodhohen prej studiove ose regjisorëve të pavarur, pra jo prej studiove të mëdha të filmave. Edhe për këtë arsye nuk transmetohen në platformat e zakonshme të filmave apo në kanale televizive. Domethënë është mundësi të jetë e veçantë që më ardh paktën një herë në javë në Kino Armata edhe me e ka shansën me i pa filmat. Cilave grup mosha takojnë këta filma? Për arsye se na kemi pas dëshirë që programi për fëmijë me qenë i gjanë, do me thonë për grup mofshave sa më të hershme prej 3-4 vjeç e deri 13 plus, e kemi kuru në aso forme që me pas filma pa dialog, do me thonë që përmbajtja e filmet me arrit me u kuptu edhe në rast se nuk ka përmbajtje
tekstuale, edhe që nuk mundet mu lexu për grup moshave më të hershme, po mandej ka edhe filma që kanë tema ma komplekse edhe që e tërhekin vëmendjen e adoleshentëve të rinj këtë rast. Para se të kalojmë te filmi i javës së kaluar, sa ka qenë interesimi i tyre që të vinë së bashku me prindrit dhe t'i shohin filma, do të thotë filmin e javës së kaluar? Në momentin që kemi publiku edhe që kemi njoftu programin e familjes edhe fëmijëve, me njëherë ka marrë buj, është shpërnda shumë, kjo edhe ka dëshmu pjesën që po ka nevojë për një program të tillë, edhe nuk është që kemi pas nevojë na me bo atë shumë që me marrë vesh publiku, se po vjen një film për fëmijë edhe një film shumë i njohur faktikisht që po vjen për herë të parë në Kosovë. Të dielën e kalume, për herë të parë, kemi arrit me pa prind që po vinë me fëmijët e tyre, fytyra të reja, pjesë e publikut të Kino Armatës, edhe gjithë prej tyre kanë qenë shumë të zellshëm me qenë pjesë e hapësirës, janë konë shumë të vëmendshëm gjatë shfaqjes filmit, çka është shumë e rëndësishme për një përvojë në kinema, edhe po besoj që janë do të kënaqur me gjithë eksperiencën. A mundemi të ndalemi pak te tematika e filmit të javës së kaluara? Javës së kaluar filmi Flow. Po, filmi Flow është animacion i metrazhit të gjatë i cili vitin e kaluar ka fitu çmimin Oscar për animacionin më të mirë. Ngjarja zhvillohet në një botë ku njerëzimi është i shtuk edhe një mac po mundohet me mbijetu në këtë botë e cila është duke u kaplu prej ujit. Gjatë rrugtimit të saj, ajo bën shumë miq të llojeve të tjera të shtazëve, edhe së bashku i ndihmojnë njëra tjetrës që me arrit me mbijetu, çka edhe na tregon se sa e rëndësishme është me pas miq të mirë afër vetit. Filmi ka qenë pa dialog, po ka pas skena shumë të bukura dhe kjo është çka edhe ka mbajtur vëmendjen e të vegjëlve në këtë rast për gjatë shfaqjes filmit. Atëherë edhe nesër do të shfaqet një dokumentar i cili është në bashkëpunim edhe me Dokufestin. Mund të flasim pak a shumë edhe për llojin e këtij dokumentari, kur do të shfaqet dhe po bjen fjala është edhe i publikuar në faqen e Facebookut të ju, Kino Armata. Po, për neve si Kino Armata është shumë e rëndësishme që me pas fillimisht një lloj-llojshmëri të programeve brenda gjithë kalendarit mujor. Edhe pjesë e këtij programi kemi të bëjmë me programe të filmave klasik, programi për fëmijë për cilin veç falem, po mandej kemi edhe bashkëpunime me organizatat e tjera, me festivalet e tjera, me shkolla filmike, që e pasunojnë programin e Kino Armatës. Në këtë rast bëhet fjalë për bashkëpunimin me festivalin Dokufest, me cilin shumë shpesh sjellim filma që kanë qenë pjesë e festivalit, që me një farë forme me arrit me u shikua dhe prej audiencave që në këtë rast jetojnë në Prishtinë. Dokumentari i ditës së nesërme po shfaqet për herë të dytë në Kino Armata për shkak se ashtu edhe kemi pasur nevojshme që pas herës së parë ka pas kërkesë që prap me u rikthy, edhe bëhet fjalë për dokumentarin No Other Land, i cili e trajton realitetin e popullit palestinez, realitet që vazhdon të jetë edhe sot, edhe dëbimet që pivohen prej tokave të tyre. Dokumentar që gjithashtu ka fitu çmimin Oscar për dokumentarin më të mirë, po që e paraqet një realitet të hidhur edhe është shumë relevante që me vazhdu me shfaqje dhe me vazhdu me pas diskutim për këtë çështje. Përveç kësaj do të thotë Kino Armata gjithmonë është e gatshme tu ofroj publikut të filma, dokumentar dhe çfarëdo lloj zhanri tjetër. A mund të flasim pak për programin e muajit tjetër apo si janë planet e Kino Armatës? Po, na deri tash kemi pas disa lloje të bashkëpunimeve, për shkak se publiku që është pjesë e Kino Armatës edhe që vjen të frekuentoj kineman i përkasin shijeve dhe zhanreve të ndryshme për sa i përket filmit, jemi mundu që edhe vazhdimisht përpiqemi që programin me kuruna së forme që mi u përshtat nevojave të gjitha grupeve të publikut. Për këtë arsye kemi pas edhe vazhdoj me pas, siç edhe e ceka, programin e filmave klasik, që janë filma të viteve 30, 40 dhe 50. Pastaj e kemi bashkëpunimin
me dokufesin edhe bashkëpunime të tjera. Edhe diçka shumë e rëndësishme që ka ndodhur kohët e fundit, ka qenë shfaqja e filmave evropian, që janë pjesë e sezonit të çmimit edhe të filmet evropian. Kemi pru filma shumë të njoftën evropian, kemi pas bashkëpunimin me çmimin e audiencës Lux, është një çmim shumë i njoftën për sa i përket gjithë regionit të Evropës, edhe kanë qenë 5 filma të nominuar, 2 prej tyre kemi me vazhdu me i shfaq në mujt në vazhdim. Po, kësaj rate, këtë javë, e kemi provu me pas edhe një program të veçantë, i cili ka pas të bëj me klipe muzikore, të cilat kanë qenë të përzgjedhura nga Hana Zeqa, edhe audienca ka pas mundësi me ardhë, edhe me ndëgju muzikë, për të njëjtën kohë me i pa klipet në ekran të madh. Pra në vazhdimsi po përpiqemi që me shfrytëzu gjithë kapacitetin e ekranit, hapësirës, edhe me qenë sa ma kreativ, sa ma eksperimental, edhe me arrit me ju përshtat gjitha dëshirave të publikut, po njëkohësisht ty qëndru besnik edhe ty qëndru brenda kornizave të vizionit artistik të Kino Armatës. Po ashtu nuk do të mungojnë, pra edhe filmat për fëmijë, të cilët folëm edhe më herët, deri kur janë të planifikuar të shfaqin këta filma për të vegjëlit? Ne kemi patë arsyeshme që filmat për fëmijë me u shfaq çdo të diel prej orës 12. Momentalisht po e shohim që jemi të sigurt me pas filma deri në fund të muajit mars, mirë po me qëllimin që pastaj me vazhdu edhe në muajt e tjerë, për shkak se kish me qenë ideale që si kinema me vazhdu me qenë qëndrueshme edhe me pas program konsistent, sidomos të e pas parasysh që në momentin që publiku mësohet edhe e merr lajmin që çdo të diel ka filma, nuk ishim dash në asnjë formë me ndërprej programin, po gjithmonë ty e pas se cilat kanë me qenë kapacitetet e kinemas dhe kapacitetet e ekipit. Faleminderit atëherë Vita. Faleminderit juve, ju mirëpresim gjithve, familje, fëmijë, edukator, e kështu me radhë. Suksese. Gjithat mirat. Atëherë Brikena ishim pra me Vita Kasapollin, koordinatore në Kino Armata, ku folëm për programin sa i përket të vegjëlve, po ashtu edhe dokumentarëve si dhe filmave e projekteve të tjera të cilët shfaqen këtu për publikun e gjerë, të cilët shprehin interesim dhe vinë t'i shohin. Teuta, jemi të falemderit shumë për këtë intervistë që sollën në këtë program mëngjesi, të nderuar shikues, ishim